Prizmës. Një postim të Edi Ramës sot tregohet një prej prokurorëve të gjyqit Tribunalit të Hagës për Kosovën, i cili pak a shumë thot këtë. Hashim Thaçi, duke qenë drejtues, komandantin forcë i UÇK-s, ka mashtruar, ka mundur të mashtrojë njerëz si James Rubin dhe Wesley Clark për miralitetin. Ju a ka fshehur atë dhe ju a ka shitur për një diçka tjetër. Dhe sigurisht pastaj këtë lloj realiteti ata kanë besuar dhe normalisht ka ndodhur pastaj edhe ndërhyrje dhe element tillë. Qëllimi i këtij prokurori është që të delegitimojë, bile të fyej, t'i çojë në konceptet e qenieve që nuk kuptojnë, nuk marrin vesh dy nga njerëzit më të lartë të asaj kohe, sigurisht intelektualisht shumë më lartë se sa ky prokurori. Njëri është në shërbimin diplomatik të jashtëzakonshëm dhe shërben me devotshmëri në këtë lloj shërbimi dhe politikave të larta të administratës Shtetet Bashkuara të Amerikës, atëherë me administratën Clinton, dhe njëkohësisht një nga komandantët më të shkëlqyer, general me 4 yje, generali i NATO-s Wesley Clark. Imagjino çfarë thot ky tip prokurori, të cilin Edi Rama padrejtisht e quan idiot. Edi Rama nuk do që të egzagerohet më tepër, dhe unë këtë e kuptoj, jam i qartë, por ai nuk është një idiot, nuk është një prokuror. Prokurorët nuk janë idiot. Prokurorët ose janë prokuror ose janë të poshtër. Këtë duhet ta ketë qartë edhe Edi Rama, sidomos në pjesën e brendshme të tij, atë të se nëse Hashim Thaçi ka lejuar një tribunal të Hagës, edhe Edi Rama mburret me reformën drejtësi, njëkohësisht edhe për tribunalin që është SPAK, BKH dhe GKKO, të cilat sigurisht nuk janë element kaq shumë për tu admiruar. Sigurisht reforma është dënë përgjysëm, është e paplotësuar, ka shkaktuar dëme të mëdha, sidomos në raport me popullin, jo me politikanët, po me shoqërinë, dhe njëkohësisht ka formuar një specie të çuditshme që quhet SPAK, e cila po i bën qaf vetë Edi Ramës. Nëse Hashim Thaçi ka bërë një nga gafat më të mëdha, jo se bashkohej me Albin Kurtin, se na ndajnë shumë element, por aty kishte drejt kur thoshte mos se do futesh vetë brenda, dhe mos se UÇK-ja do shëmtohet edhe do vetë lufta do të shëmtohet nga prokurorët e tribunalit. Dhe ja, ky është një prej atyre prokurorëve të poshtër, sidomos të akuzës të tribunalit Hagës për Kosovën, i cili normalisht do edhe të fyej një politikan karriere dhe të shumë ditur si James Rubini, që ky prokuror nuk e ka parë duke ulur kudo, duke shkuar fshat në fshat aty, duke shkuar vend për vend, duke e prekur vetë me këmbët e veta James Rubin. Ja pas ka hedhur Hashim Thaçi aty, kur ai shkonte ulte, bisedonte me të gjithë. Dhe Wesley Clark, që ka shërbimin më fantastik që mund të ketë, që është i NATO-s, hyrë brenda mos edhe shumë shërbime tjera që bashkëpunojnë me NATO-n, për të marrë të dhëna se çfarë ishte UÇK-ja, kush ishte bashkuar me UÇK-n, ç'po ndodhte në Kosovë, kush ishin serbët, kush ishin forcat në fushë, ç'po ndodhte në të vërtetë. Duhet patjetër që Hashim Thaçi të hidhte hi syve këtyre. Imagjinoni se çfarë prokurori aty, dhe Edi Rama i thotë është një idiot. Ai nuk është një idiot, ai është një i poshtër. Ai është një pleher prokurorit të cilët e kanë vuar atje për të delegitimuar shtetin e Kosovës, luftën e UÇK-s, Hashim Thaçin vetë si person, por dhe amerikanët të cilët kanë ndërhyer, sepse ju thot në mënyrë të posaçme, të mashtruar dhe të gënjur James Rubin, që është një amerikan, diplomat dhe politikan karriere, i shkëlqyer, dhe Wesley Clark, general me 4 yje, që në kohën e tij nuk do shifte me sy të ballit këtë, dhe nuk e shef edhe sot e kësaj dite. Ju erdhën aty, ju deponuan, dhe këta duan që ti skualifikojnë, duke thënë që këta i ka mashtruar UÇK-ja dhe komandanti i tyre që është Hashim Thaçi. Të tillë prokuror që ka dhe këtu keni plot, ka dhe SPAK-u, plot, si ky, absolutisht si ky. Përdoren si ky dhe janë të poshtër si ky, por nuk mund të jenë idiot. Dakord, Edi Rama nuk ka prokuror idiot. Ka o prokuror o të poshtër. Dhe një i poshtër është një i poshtër. Ai i poshtër pastaj i thotë edhe Wesley Clark, ti je një idiot,
që të mashtron dhe të gënjen një qytetar kosovar ose një komandant UÇK si Hashim Thaçi. Duhesh patjetër dali idiot edhe një general karriere jashtëzakonshëm me 4 yje, i shkëlqyer i NATO-s dhe i Shtetit Bashkuar të Amerikës, sepse kështu do një prokuror gay pride i Tribunalit Hagës në Hag. Dakor, miqtë e mi.